Mira besimtar musliman kryen lutjet e Fitr Bajramit në kompleksin e Xhamisë Al-Aqsa të Jeruzalemit, ku morën pjesë rreth 120.000 besimtar. Xhamia Al-Aqsa ndodhet në zemër të qytetit të vjetër të Jeruzalemit dhe është ndër faltoret kryesore të shenjta për muslimanët. Xhamia ndodhet në një kodër të njohur për hebrejt si Har HaBait ose Mali i Tempullit dhe ndërkombëtarisht për muslimanët si Al-Haram Al-Sharif ose shenjtoria fisnike. Edhe në Katar, mira besimtar nxituan përpara lindjes së diellit në stadiumin e qytetit për të marrë pjesë në lutjet e Fitr Bajramit, që shënuan fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit, ku muslimanët agjërojnë nga agimi deri në muzg. Sa kaq, palestinezët në Jabalia u mblodhën këtë të diel për të falur namazin e Bajramit mes shkatrimeve të shkaktuara nga lufta e vazhdueshme mes Izraelit dhe Hamasit në Gaza. 10 burra dhe gra kryen lutjet e tyre pranë xhamisë Kulafa të dëmtuar rënd. Namazi i Bajramit tregoi një kujtim prekës të forcës dhe unitetit të komunitetit përballë fatkeqësive, shkruan Reuters, që nga rifillimi i sulmeve ajrore izraelite më 18 mars, të paktën 855 palestinezë kanë humbur jetën dhe 1869 janë plagosur, sipas OKB-s, e cila citoi shifra nga Ministria e Shëndetësisë së Gazës, e drejtuar nga Hamasi.